Shqipëria synon të zhvillojë industrinë ushtarake vendase përfshirë prodhimin e dronëve luftarak si pjesë e një plani të ri për rritjen e buxhetit të mbrojtjes në përputhje me angazhimin e saj ndaj NATO-s. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu deklaroi në intervistë për Report TV se me dyfishimin e buxhetit për mbrojtjen, vendi tashmë ka potencialin për të prodhuar armatime brenda territorit të vet. Sipas tij, janë hapur 9 negociata për bashkëpunime në fushën e mbrojtjes, prej të cilave 2 kanë përfunduar me sukses. Krahas dronëve luftarak, planifikohet dhe prodhimi i mjeteve të blinduara, municioneve të kalibrit të vogël dhe të mesëm, si dhe uniformave ushtarake. Vengu theksoi se objektivi është që shpenzimet për blerjen e armatimeve të investohen në industrinë vendase për të qeneruar vlerën e shtuar. Ministri gjithashtu bëri të ditur se po zhvillohen bisedime me kompani nga vendet si Izraeli, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për realizimin e këtyre projekteve. E në lidhje me zhvillimet në samitin e NATO-s, Vengu përmendi mbështetjen e SBA-s duke theksuar se presidenti amerikan Donald Trump rikonfirmoi rëndësinë e Nenit 5, i cili garanton mbrojtje kolektive në rast sulmi ndaj një vendi antar. Ai përmendi gjithashtu edhe Nenin 3, që përcakton detyrimin e secilit shtet për të rritur kapacitetet e veta mbrojtëse, çka justifikon me rritjen me 5% të buxhetit të mbrojtjes. Gjithashtu Vengu njoftoi se në mbështetje të emergjencave civile Shqipëria do të pajiset me avion për përballimin e zjarreve.